vetëm duke patur besimin e njerëzve, rrugtimet janë suksesshme. Sfida ime nuk është rezultati i zgjedhjeve, por sfida ime do të jetë ditën që unë do të jem kryetare bashkie se si do t'i shërbej qytetit tim. Në duart tuaja, me dashurinë tuaj, ju rrisni fëmijët tanë. Dhe fëmijët tanë, vetëm nga dashuria, nga pasioni juaj, nga përkushtimi juaj, deri diku dhe nga sakrifica juaj, bëhen qytetarët e këtij qyteti. Ata edukohen nga ju se si do ta dashurojnë shkollën, se si do ta dashurojnë familjen e tyre dhe mbi të gjitha qytetin e tyre. Dhe pa këtë sakrificën dhe përkushtimin tuaj, ne nuk kemi kurrë breza të suksesshëm. Çfarë ne mund të bëjmë më mirë? Institucioni i bashkisë dhe ju që jeni një nga njerëzit më të rëndësishëm për institucionin e bashkisë dhe për qytetin. Dialogu me qytetarët do të jetë strategjia se si ne duhet të ndërtojmë qytetin, jo për një vit e gjysmë që është mandati një kryetares bashkisë, por për të bërë plane të qarta dhe më afatgjatë për te këtij mandati dhe për qenë të qartë se si do ta ndërtojmë rrugët e lagjestime. Ne të gjitha duhet mendojmë që fëmijët tanë duhet të jetojnë në Shqipëri dhe aq më shumë duhet ta shikojmë Vlorën si një pikë të fortë të zhvillimit. Kur jemi ne bashkë, e pamundura bëhet e mundur. Dhe prandaj edhe në këtë rrugtimin tim unë e kërkoj suportin dhe mbështetjen tuaj për të ndarë gjërat së bashku edhe për ta nisur nga ju, nga edukatorët si njerëzit më të rëndësishëm për edukimin e fëmijëve tanë.